Salla ishte plot dhe realisht është një kënaqësi e papar, sepse siç e dini ka gati 1:30, gjithmonë jam bërë shfaqje në këtë teatr, do të vazhdoj, do të jetë një ritual që nuk do të mbaroj kur, por kur e shikoj kështu plot për plot është një emocion i papar. Dhe realisht unë jam shumë falënderues për drejtorin e Teatrit Operës dhe Baletit, Aulonin, i cili është një bashkëpunëtor, përveç se është një vlonjat shumë i mirë, është një artist i talentuar, ka dhe një zemër të madhe që ka drejtuar dhe Vlorës, dhe mua më vjen mirë që bëhet bashkë për të na sjellë vepra të saj natyre që realisht na bën ndjeni krenar. Jam shumë i kënaqur, është ajo thirrja që ne themi shpesh për të gjithë që ky teatr meriton të jetë plot, sepse çfarë do lloj vepra që këtu hidhet në skenë duhet përqafuar nga gjithë publiku sepse ja vlen. Një mbrëmje si sot duhet të jetë e shpesht që ne ta bëjmë qytetin me ngjyra jo vetëm jashtë dyerve të një teatri, brenda teatrit dhe kudo, sepse Vlora ka të gjitha mundësitë. Gala, magji, një mbrëmje shumë e bukur, aq më tepër që e ofruar nga Teatri Operës dhe Baletit, po themi tani me një qytetar vlonjat në drejtimin e saj nuk mund të ndodhte ndryshe. Një mbrëmje e bukur, uroj që të shtojnë sa më tepër. Qyteti ka nevojë. Ka qenë vërtet shumë e bukur. Unë nuk kënaqja shumë faktikisht se vije shikoj në Vlorë, kam parë edhe në Tiranë, por vërtet që më la shumë rresa. Sot teatri ishte plot, më duk shumë serioze edhe ardhja e njerëzve. Shumë emocionuese. Qyteti i Vlorës i mungonte një koncert i tillë operistik. Sa më shumë të tilla urojmë në të ardhmen. Falenderoj shumë edhe drejtorin Aulon Naçi për këtë surprizë kaq të bukur që i bën qytetit të Vlorës. Shumë bukur, shumë emocion, ishte vërtet një mbrëmje gala, nga ato që Vlorës i mungojnë dhe që i do kaq shumë, jam shumë emocionuar dhe besoj që ishim gjithë se publiku nuk po largoi nga salla. Dua ta shoh përsëri sallën plot dhe kjo ishte një mbrëmje vërtet e veçantë.